Mi mbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar kudo që ndodheni në përbot, e di që 90% të shqiptarëve që janë jashtë atë dheut janë të dëbuar nga dy partit të quajtur PD dhe PS. Të dashur shqiptar, këto janë ditët e fundit për demi që ka bërë kombi shqiptar për 35 vjet dy partit. Ju shihni në foto dashur bashkëdhetar shqiptar se cilit janë shkaktar që e kanë dëmtuar Shqipërinë dhe kombi shqiptar. Unë u kam thënë dhe përpara shqiptarët e mi që për 35 vjet janë si në parti, si në qeveri, si në presidencë, njerëzit më ignorant që ka patur kombi Shqipërisë. I kanë marrë njerëzit nga rruga, i kanë bërë ministra dhe i kanë bërë me hotele e me restoranta. I kanë marrë duke ngarë makinat, shofer kamioni, janë bërë deputet, pra të dashur shqiptar. Janë marrë nga rruga e rrugëve të botës që kanë punuar, i kanë bërë gjyqtar, i kanë bërë prokuror, me diploma të firmosur nga Saliu, të firmosura nga Sorrua i Solloropit. Pra, këto fytyra që shihni juve lart të pestë, këta janë shkaktar të dashur bashkëdhetar shqiptar, për arsye gjykata kushtetuese ka 8 veta. 3 veta si kemi nxjerr për arsye se ata janë pro gjykatës të Spakut, që dha urdhër për zvenc kryeministrin të mos vinte me si ministre, sepse ajo ishte për të arrestuar. Këta 5 veta dashur bashkëdhetar shqiptar, siç u kam thënë, këta e nxuar fytyrën në shes dhe ne u detyruam të nxjerrëm dosjet e këtyre të 5-ve. Dosjet e këtyre janë shumë të zeza, të dashur bashkëdhetar. Janë të zeza për arsye që të vesh në gjykatën e kushtetutës. Gjyktar kryesor duhet të jenë me diploma të rregulla, të kenë mbaruar, të kenë qenë jurist për disa kohë dhe të kenë mbaruar universitetin përmesër dhe doktoratën e juridikës. Kurse këta janë me diploma, si që thash më parë, të firmosur nga Saliu Berisha, të firmosur, e keni dëgjuar dhe vetë, të quajtur diplomat e plepeve. Do me thënë u hap një shkollë Saliu, për 3 muaj beshe gjyqtar. Ja pra ku është Shqipëria. Ja pra ku tregua realiteti, sepse Spaku dhe i dërguar i Spakut vajti në gjyq para ca kohe, do me thënë në kushtetut, dhe i tha realitetin për çfarë arsye duhet të arrestohet zvenc kryeministri. Këta si që shihni ju, sidomos ajo zonja me flokët të kuqe dhe ai Genti Ibrahimi, do me thënë zonja quhet Mariana Semini. Pra, këta të dashur shqiptar muar urdhër nga Edi Rama, do flas më vonë për Edi Ramën. A here këta si pos më datën 27 duhet të thoshin tamam realitetin që të jepnin lej Spakut të vazhdonte punën e vetë. Këta mungovi një njeri dhe kjo që e arsye që e shtyn. A herë të nesmen ishte data 28 pardje që Spaku duhet të paraqiqe në parlament në orën 12. Ata u mblodh me njëherë dashur shqiptar, një Niko Peleshi, së bashku me të tjerët, do me thënë me 5 deputet nga PD-ja, 5 nga PS-ja, si që kanë zakon këta. Këta dhanë urdhë dashur bashkëdhetar shqiptar që të mos e hapën. Të mos e benin për çështjen të hequr imunitetin, sepse e vendosi Niko Peleshi dhe Taulant Balla. Këta dy që shihni poshtë, Niko Peleshi dhe Taulant Balla,
Këta kanë për kohë që e bëjnë çorape shqiptarët, që i kanë vjedhur që të dy këta. Njeri ka erdhur nga Librazhi me pantallona të shkurtër, me fytyrë të palar, e bën deputet. Tjetri ka ardhur nga Evropa, duke ikur ndryshuar emrin e mbi emrin, njëherë në Greqi, njëherë në Evropë, pra erdhi me sandale dhe me pantallona. Sot që të dy këta janë milionerë, edhe më shumë se milionerë. Kanë vila, kanë hotele, shofer, yzbeqar, që si kanë ditur çdo tot yzbeqar. Këto fytyra, sidomos Peleshi, është nga Korça. Ai ka marrë parat e tërmetit, kura tërmeti që bota e ndihmoi për të bërë shtëpit e njëherë nga e para, ose për të strehuar në shtëpi të gjitha atyre nga tërmeti. E kanë fjalën për Korçën, për fshatrat e Korçës, Kolonjë, për Devollin, ai u mori parat. Edhe sot në këtë ditë të dashur shqiptar, ata janë jashtë pa shtëpi. Më kanë erdhur shumë nga Devolli e nga Kolonja, më kanë erdhur si familje, mi kanë treguar në fotografi shtëpit të rena dhe nuk kanë marrë as para edhe as t'u japi shtëpi tjera. Pra, ky është Peleshi. Pra, ky tjetri që s'ka lënë gjë pa marrë në Elbasan, Tiranë, sidomos rrethi Tiranës ka vila, hotele dhe flet si kur ky ka mbaruar universitetin në Bullgari, në Rumani, që ai se di shqipen mirë, jo të di gjuhë të huaja. Pra të dashur shqiptar. Ju e patë edhe para ca kohë, call centri, që i blokuan më të katran, po ai është bos. Sepse në call centrit dashur bashkëdhetar shqiptar janë mbi 100 në Shqipëri, që vjedhen evropianët, që vjedhen shqiptarët, do me thënë janë të palishme që ndodhen në tokën e Shqipërisë, por marrë shefat e policisë, deputetët, i kanë ato dhe vjedhen me çdo vend të Evropës. Është bërë gazi botës dhe Shqipëria është bërë folea e hajdutëve të Evropës. Pra të dashur shqiptar, unë u dhash urdhër dhe lej këtyre si shqiptar që jam, si kryeministër i qeverisë teknike, por ata zot dinë, nëse ata brenda javës që vjen nuk dalën urgjent, ashtu të gjithë televizorët po flasin, ata duhet të arrestohen për dëmin që i kanë bërë shqiptarve dhe për ndalimin. Pra dashur shqiptar, unë flas me ju hapur fare. Jo këta 5 veta, po dhe 500.000 si këta fytyra e deputet, e ish ministra, e ish zvenc ministra, e ish presidenta, si kur që janë mbledhur si mizat e kalit bashk, arestimet do arestohen flagrantës. Sepse Spaku ka urdhër. Spaku duhet të përfundoj se zbën. Të përfundoj arestimet, të arestoj Ballukun ku ta gjej. Edhe nëse ajo ka ikur, apo ka dërmend të iki, përsëri ne e sjellëm këtu. Pra dashur shqiptar, ju do shpëtoni nga këta. Por ju jini në gjumë, nuk e kam fjalën për gjithë shqiptarët, e kam fjalën për Tiranin, që janë mbledhur nga të 4 anët të Shqipërisë, janë mbushur kafenet të plot, sepse kjo qeveri dhe këto 2 partit të dashur shqiptar paguajnë pension për 820.000. Në fakt janë 420.000. Do me thënë 400.000 përveç që i kanë në punë, administrat, këta paguajnë parat, u marrin gjakun ju, fëmijët tua kanë për zënë për të detit, fëmijët tuaj janë për rrugët, unë spata shumë, por pastaj u vonova me 2 të rinj nga Gjermania dashur shqiptar, të 2 djemë të rinj.
18 vjeçar. Punojnë në Gjermani, ngasën makinat në për kompanit, ata janë shpresa e kombit, duhet jenë këtu dashur shqiptar. Unë me lot në sy kur I pash të dy djem të rinj, djem shqiptar, nga qyteti I Fierit, janë kanë ikur kanë lënë babër e nenën për të punuar, për të larguar nga toke e Shqipërisë. Ata që të dy janë shpresa e kombit të dashur shqiptar, po si ata ka me mira, po si ata janë 3 milione gjysmë që kanë ikur nga Shqipëria, kanë ikur nga sytë këmët, nga raca me poshër që ekziston në Shqipëri, nga prekurorët që janë pa diploma, vetëm janë me firmat, si që thash për para, firmat e Sali Berishës dhe firmat e Soros, e Sorolopit, që kanë coptuar Shqipërinë tonë. Pra të dashur shqiptar, ju që më dëgjonin që jeni në për kafenet, losni domino, shpresa e kombit është larguar për Shqipërisë. Si që thash ata 2 djemë të rinj, si ata më kanë erdhur me qindra më dërgojnë diplomat që kanë bërë universitetin jashtë Shqipërisë, që presën një ditë të bardhë të këthejnë në tokën e tyre, në tokën e stërgjyshve. Pra, të dashur shqiptar, erdhi koha. Erdhi koha e realitetit, sepse këta u shkatëruan. Le që u shkatëruan, më dashur shqiptar, si e Dirama vajti në Izrael dhe u kthe me bish në shalë se nuk e pranuan. Pa marrësi se u tha atyre që djalin tim do të bej qifut në themi shqiptar, do me thënë të Izraelit. Izraeli, populli Izraelit e shumë I dashur shqiptar, po gjithmonë qeveria e tyre ka dëmtuar, sidomos kryeministri është dënuar nga Evropa. Është dënuar nga Haga, sepse për krimet që ka bërë, që ka vrarë fëmijë, pleq, për krimet që ka bërë, që I ka rrëzuar gjithë shtëpitë e tyre dhe sot janë pa shtëpi, jetojnë në dëbor, ishini dhe vetë, po vdesën fëmijë zbathur në për dëbor, pra I ka bërë krime. Pra dashur shqiptar, këto mizat e kalit, si Berisha ngrihet edhe shkon, Berisha vetë në Evropë. Do të dëgjoni vetë si e përzun nga Evropa. Unë di shumë gjëra, po e shoh, ta shikoni vetë me sytë tuaj, Thank you very much. The microphone is off, so there is no translation anymore. Thank you very much. Të dashur shqiptar, po va shpjegoj më mirë. Në parlamentin, Sonja ja mbylli telefon dhe I tha largo nga telefoni se ta ka mbyllur. As e mbaroj një rrokje. Pra këta janë që kanë turpruar ju, a e pat me ke ishte pranë, këta janë që kanë qenë deputet, këto fytyra janë që kanë shkatruar, në qoftë se ndalon pak kur t'i shosh bashkë me atë zonjën, në foto, nëse ka mundësi. Be frizën, ndalohe. A e shini dashur bashkëdhetar shqiptar? Berisha në parlament Evropës është tu Berisha. Dhe kjo zonja që është me duar brapa mendonte se Berisha do të linjë të fliste. Berisha në nzuar nga sala, pa pik turpi, ja previ bisedën, a I kështë dërmend të biston të edinte që ishte në kuvendin e Shqipërisë, në kuvendin e Niko Peleshit, në kuvendin e Taulant Ballës, në kuvendin e ignorantëve të kombit shqiptar. Pra të dashur shqiptar, këto fytyra u kanë coptuar. Por unë, po u them shqiptarve, këta do restohen si Berisha,
familje ti, Edi Rama. Edi, më dëgjoj me vëmendje që erdhe parëmbrëm natën, me avion, me shofer të Izraelit. Erdhe këtu, të gjitha përgjegjësit do bien mbi ty, lajmëroj urgjent gjykatën e kushtetutës, të lejoj të arrestoj. Lajmëroj me njëherë Niko Peleshin, që e ke shok të ngushtë që ke bërë dallavere me atë, lajmëroj atë që e sollët të Hollandë ballën, që flet aty për ndryshe, dosja jote e shumë e rëndë. Unë po them shqiptarëve që më shkruajnë, ne duam të arrestohet dhe Edi Rama. Ata që thonë në këtë drejtim, ata janë mizat e kalit të Edi Ramës e të Berishës. Nuk arrestohet Edi Rama do arrestohet kur a ditë ne të kalojmë në zyrën qendrore. Ju doni që të arrestohet Edi Rama, që të bëhet rëmuj në kombin e Shqipërisë, të bëhet një 97 tjetër. Do arrestohen të gjithë. Ditën që ne vem në Shqipëri, ai largohet automatikisht drejt burgut. Jo vetëm ai, po ata mizat e kalit, gjyqtar, prokuror, që kanë bërë dëm kombit ton, do të shihni vetë, gjyqi do bëhet popullor si që kërkoni, aty dekali Skënderbeu. Aty në heroi ton kombëtar që ta shoj bota, ta shoj Ballkani, edhe një nen shtatzane do dridhet fëmia në barkun e saj. Nga krimet që këta u kanë bërë, nga ndalimet që e po ndalojnë spakun. Pra të dashur shqiptar, jini gati. Pra, mos dëgjoni ata që rrinë për kafene. Ata paguajnë ekstra para nga Edi Rama. Të dashur shqiptar, sekretari me marrëdhëniet ekonomike, profesor Filip Rugjo, mbas me ai do dali me intervistë. E njerë, sekretar, do me thënë ministri i ekonomisë, profesor Filip Rugjo, ai do dali, do t'ua shpjegoj si do bëhet Shqipëria ekonomia. Të dashur shqiptar, mos u mërzitni, arrestimet do bëhen përfundimisht. Dhe ju do jeni të lumtur, shqiptarët janë jashtë adeut të vinë. Janë 3,5 milion që kanë ikur nga këta dy partit. Nga këta horra, nga këta që edhe Evropa i ka përzënë, si që pate vetë foton atje, ju e shihni dhe foton tjetër, spaku hap dosjet e krimit për Ballukun, dashur shqiptar. Do arrestohet flagrans. E njerë, Balluku do arrestohet flagrans, edhe Edi Rama, nëse ai nuk urdhon ata që kanë prishur, edhe ai do arrestohet flagrans, e s'kemi që bëjmë tjetër, vetëm të vem në qeveri të re, që t'i shërbejmë kombi shqiptar. Natë e mirë, dashur shqiptar, pas me do dali sekretari i përgjithshëm, profesor Filip Rugjo, sekretari i shtetit për ekonominë. Natën e mirë.